Si ka qenë fëmiria juaj? E vështirë, plakën e kam pas pjanece, ndërsa plaku pësoj një aksident, ndërkohë që po mblidhte dru në cerik, e kafshoj ujku edhe u çmend. Thoshte kështu gjërash, jo jam ujku i cerikut, u lërinte, më rifte. Nga ana tjetër në shkollë kam qenë hale, e kam lënë shkollën shpejt. U zura me një presore se më theu defin. Kot fare, për zotin, kot fare, unë s'bëra gjë. Po i bia defit në klas, si zakonisht për qefin tim, kur qohet ajo, filan hiqja atë defin, se nuk shpjegoj do të këshu. Po pse i thashu, ne po kënaqemi, Astriti po kërcente, çunat kishin marrë gjëra gogozhare, raki për të pirë aty në klas, kur vjen zysha, ma merë defin dhe ma plasi në çaq, më ra damllaja, nuk e di. Na flisni pak më shumë për veten tuaj. Unë për vete nuk flas kur. Zakonisht lë të tjerët të flasin për mua, se nuk dua të ngjaj kështu si mbura vec dhe mendjemath, kupton? Nuk kam çfarë të them për veten time. Unë jam një çun i zgjuar, por